Mëngjesin e kësaj të premteje, qytetet e juglindjes së vendit janë zgjuar në pushtetin e mjegullës së dendur. Temperaturat kanë zbritur deri në -2°C në zonat urbane, ndërsa në zonat malore ato shënojnë vlera deri në -7°C. Mjegull e konsiderueshme raportohet në akset nacionale Pogradec-Korç, Zëmblak-Goric dhe Korç-Kapshtic, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve. Policia e qarkullimit rrugor apelon për kujdes të shtuar ndaj drejtuesve të mjeteve, duke I këshilluar të reduktojnë shpejtësinë për shkak të mungesës së fushpamjes. Ndërkaq, mjegulla e dendur ka mbuluar dhe aksin rrugor Qugës-Qafpllocë, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e mjeteve veçanërisht në orët e para të mëngjesit. Për shkak të fushpamjes së kufizuar, policia rrugore ju bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të lëvizin me shpejtësi të kontrolluar, të mbajnë distancën e sigurisë dhe respektojnë sinjalistikën rrugore me qëllim shmangjen e aksidenteve.